shpesh kemi dëgjuar nga qytetarët tonë se, apo nga mërgjimtarët tonë që jetojnë jashtë të thonë se më lirë disa produkte janë në Zvicër, në Gjermani, se sa në Maqedoni. Qëllimi kryesor, unë e shoh këtu, përveç çmimeve, është që mos të ketë mungesë të produkteve. Pas eliminimit të këtij rreziku në të cilën, domethënë, konsumatori duhet të jenë, domethënë, në shtandet e supermarketeve, në vendet që jete në treg, jo mungesa e produkteve, më pastaj të bëhet presion dhe inspektoratet të ndryshme të kontrollojnë çdo lloj manipulimi ose mashtrimi ose ngritje e marzhës, duke arsyetuar atë se tek ne është krijuar një lloj përshtypje, çdo rritje për shembull çmimit të energjensave, të naftës, të benzinës, më pastaj reflektohet në çmim, në ngritje, por pasi të bjen çmimi i naftës nuk bien çmimet. Dhe kjo në një farë mënyrë e bën, domethënë, e humb atë lloj besueshmërie ndaj institucioneve dhe ndaj tregtisë në përgjithësi.